Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, mirë se erdhët në emisionin ton. Në këtë mbrëmje, duke lutur Krijuesin, na mundsoj të përfitojmë atë që vërtet na mungon ne si njerëz. Në emisionin ton çfarë na mungon? Sot do të vazhdojmë atë që lam përgjysmë në emisionin e kaluar, duke folur për një jetë, për një reflektim, për një cilësi që vinte si reflektim dhe cilësi. Ne e vazhdojmë për të kuptuar këtë reflektim të cilësi me hoxhën ton, Allahu nderoft. Hoxh mirë se erdhët. Mirë se Zotit rrotullam. Amin hoxh. E nisëm për të sqaruar modelin që Allahu kërkon, po jo thjesht kërkon, por modeli ekziston tha. Nuk është se po na kërkohet. Dhe folëm hoxh për cilësinë e parë, më Ibadur Rahman, i vum emrin që Allahu kërkon prej robët e Allahu xhaleshanu, që janë robët e mëshiruesit. Folëm për ecjen si një cilësi dhe reflektim njëkohësisht dhe përfunduam ke kur provokohemi, sidomos me një veçori të caktuar njerëzit, ata që janë të paditur. Si reflektojmë, si komunikojmë atë. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Amin. Sikur se pranë të ndëruar, jeta e besimtarit nuk është gjithmonë në heshtje. Ai domosdoshmëri duhet të ketë raport me botën e jashtme. Dhe do të komunikon me të tjerët. Në këtë komunikim ai nuk mund të përzidhet gjithmonë me kë, po komunikon. Do të komunikon me ata që i don, por me ata që ndoshta nuk i don. Do të komunikon me ata që pajtohet me ata, por ndoshta shpesh me ata që nuk pajtohet me ata. Do të komunikon me ata që ndoshta sillen mirë me të, por edhe me ata që nuk sillen mirë me të. Apo, dhe tashmë si duhet të jetë komunikimi i besimtarit me të tjerët. Fillimisht ajo që duhet ta dimë është se komunikimi i besimtarit ndërtohet mbi konceptin e tij që ka për fenë dhe besimin. Edhe komunikimi. Edhe komunikimi. Dhe nuk e rregullon besimtari mënyrën e komunikimit me të tjerët në bazë të asaj si komunikojnë ata me të. Sikurse bëhet fatkeqësisht sot. Reciproke. Po, në reciproke. Kjo shprehje shumë e madhe. Ajo komunikim reciprok. Po. Ai, domethënë, mirë edhe në mirë. Ai keq edhe në keq. E kështu jo. Besimtari nuk e kthen domethënë komunikimin me të tjerët në nivelin që tjerë komunikojnë me ta. Jo, ai ka nivelin e tij. Ai ka pikurin e tij, ai ka karakterin e tij, le të cilët ai si don tjetri. Unë sillem kështu. Unë jam ky. Dhe nuk do të lej asnjëherë që për shembull papërsia ndokujt, pamaturia ndokujt më bën që don të pastaj të bie në atë nivel. Absolutisht. Nëse unë kam investuar në veten time për këtë sjellje, jam përpjekur. Dhe nuk do të lej asnjëherë që dikush të marrënon me diçka të thjeshtë. Absolutisht. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa u provokua nga Kurajsh e Mekës, sa ju thon fjalë të rënda, ju thon akuza, shpifje, po sigurisht si ti. Sigurisht si ti. Ato them që besimtar duhet të dinë o ndëruar se të cilët me të tjerët. Nuk po them se nga njëri dërguari sallallahu alaihi wasallam ndoshta edhe me dikën silli pak mirë dhe pak më të vrasht pak. Jo gjithmonë, por esenca ishte but. Tregon ai moralin e tij. Nga njëre kur ndonjë shok i tij shkelte diçka, apo i dërguari sa ndoshta edhe përdorte në një shprehje qortuese me një ton më të ngritur për t'ia bërë atij një mesazh të qartë për shkirtin që ka bërë, mos ta kupton se është thjesht. S'është thjesht, po. Mirë po, në përgjithësi me të tjerët ishte i matur. Kishte sjellje të posaçme. Prandaj shikoj për shembull kur flet për një nga pejgamberët e mëhershëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai vetë ishte kështu. Tregon për një pejgamber që do thotë populli i tij e refuzoi, nuk e pranoi, e përgënjeshtroi, madje edhe gurzoi dhe për gjakun. Dhe duke fshir gjakun nga bolli i tij, tha Allahumma ighfir li qaumi fa innahu la ya'lamun. Tha o Zot falja popullit tim nga sa ata nuk e dinë. Po pikërisht edhe kështu ishte pejgamberi në Taif. Ai kështu ishte i përgjakur dhe tha o Zot falja nga sa nuk e dinë. Ibn Qayyim rahimullah kur e komenton këtë ngjarje këtë, thot se ky pejgamber, qoftë ai më hershëm, qoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shikoj do të thotë se çfarë veprime madhore ka ndërmarrë në kohën kur i dilte gjaku. Më të dhimbjes. Po kjo është dhimbje, kjo është kohë kur ju shpërthen. Mund të thotë dha që nuk e ndin, nuk e beson, por situata është e tillë. Shikoj çfarë tha. Fillimisht u lut për ta për falje. Allahumma ighfir li qaumi. Për falje. Pastaj i arsyetoi, tha fe inhum la ya'lamun.
Jo, nuk kanë faj se nuk din këta, po din nuk do të bënin kështu. Subhanallah. Shikoj çfarë shpirtit më këta. Ta nuk din këta, po din nuk do të bënin kështu. Apo? Po. Pastaj e treta do të thotë nga këto është se nuk u distancua për tine. Tha kaumi, populli jam, me gjithë këtë unë mbesemi një betemi një. Subhanallah. E përgjakën refuzuan të thonë ti nuk je joni, ai përsi thonë te kaumi. I përshiu. Do të nuk u distancuan nga ata dhe nuk e konsideroi veten të huaj për tyne. Tha populli jam janë këta. Është vërtet që këta më kanë dëbuar ta mrrahin, po këta janë të mit, edhe jemi tyre. Jemi bashkë jemi. Apo shikoj këtë komunikim të lartë me këtë gjendje të vështirë që po ballafaqet ky pejgamber. Andaj tha Allahu magfir li qaumi. O Zot falju, kërkoj falje për ta. Apo i arsyetoj. Dhe gjithashtu do të thotë nuk u distancuan nga ata, e konsideroi se janë pjesë e tij. Apo Allahu magfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dhe gjithashtu nga ajo që këtu nxirret është se ky pejgamber e mbajti të hapur derën që përsëri të vazhdojmë ta komunikimin. Nuk e mbylli këtë derë. Për të në rregull, falja o Zotit, po në shkojmë të ata. Jo, absolutisht. Përsëri të vazhdojmë tutje. Andaj kjo është komunikimi që besimtari duhet ta kupton. Se ne komunikojmë me të tjerët në bazë të moralit ton, në bazë të kuptimit ton, jo në bazë të moralit të tjerëve. Shikoj këtë rast shumë interesant. Një i varfër erdhi tek Abdullah ibn Wareku për të kërkuar limosh. Abdullah ibn Wareku është një dietar, një adhurues i denjë Allahut azza xal, por edhe njëri shumë i pastër. Dhe erdhi një njeri i varfër, subhanallahu, për të kërkuar tek ai limosh. Më ndihmo atë. Dhe ai nxirr, po do të thotë ky i varfëri, do të thotë e meritonte, kishte nevojë dhe patjetër domon e njehte Abdullah ibn Wareku. Dhe ja nxorr një qese të mbushur me dinar të arit. Sikur tash për shembull ia dhon një të varfër 5000 euro. Ai vjen kërkon limosh 1 euro, 50 cent, dhe t'ia 5000 euro. Kur hapi qesën tha, i varfër ishte andaj po them ishte një i varfër me vërtet meritor. Nuk ishte keq përdorës, kishte nevojë. Dhe kur hapi qesën u kthye te Ibn Malik, tha, mos ke gabuar qesën. Ose këtë qesë ke përgatitur për diçka tjetër, ke pas tjetër, kjo nuk jepet kjo limosh. Kjo nuk ndodh. Çfarë tha Ibn Maliku? Tha nu'tika ala qadrina laysa ala qadrika. Ti jap nga pozita jote, nga pozita jote, apo. Nga pozita jote 10 euro janë sa dush. Po nga pozita ime nuk e një limoshën këtë punë, apo. Limosh për mua 5000 euro kur ti dhon ti, apo. Kjo për mua, un kam standard timin se si ndihmojnë, apo. Ndoshta për ty standardi është më i ulët shumë, po, ama unë veproj me standardet e mia, apo. Sa është e mrekullueshme sa që të kemi standard komunikimit, apo unë kam standard kët. Ti mund të zgjidhësh me mua si të duash. Kjo është e jotja, është karakteri yt, është karakteri i tij, por standardi im nuk lejon që të bien këtë nivel absolutisht. Atë besimtarët e kanë një standard të komunikimit. Dhe ky standard nuk provokohet kur, ky standard nuk njolloset, ky standard nuk harrohet, nuk lihet anash, por është gjithmonë prezant në jetën e besimtarit. Standardi i komunikimit. Që njerëzit nuk dinë. Çfarë pret nga njerëz për shembull që u kanë mbushur vesht me paragjykime të për musliman. E kush nuk mund të thotë diç. Çfarë ta shpërthejmë? Thoj nuk dini një gjë. Vallahi po të kishte pas shans në gjën për me nuk do të ishte kështu. Nuk do të bënë kurr. Njerëzit nuk e kanë rastin që ndëgjojnë për neve kurr. Nuk po kanë rastin që ndëgjojnë sa duhet për neve. Përveç ky ekran i bekum që Zoti e rujt, kamet, ai që njerëz po kanë mundësi të informohen. Ku janë të tjerët? Ku janë të tjerët? Që ndëgjojnë për musliman, për islamin, kush jemi? Se ne e refuzojmë atë që i bën dëm njerëz, ne jemi për shtat ndërtim, apo ne jemi që të jemi pjesë e shoqërisë dhe jemi ashtu e kështu me radhë. Po njerëz fatkeqësisht ndëgjojmë një vesh. Dhe kë i bën që të jemi pastaj të anshëm. Dhe pastaj kë i bën që ata të jenë pastaj ndoshta të rezervuar ndaj një kategorie të caktuar të muslimanëve. Po kjo nuk na bën që ne ata do të thotë tash tua kthejmë të njëjtën. Arsyetoj nuk din. Arsyetoj se kanë jetuar kohë të gjatë në komunizëm, 50 vite janë ushqyer se nuk ka Zot. Po ngadalë atëherë. Mirë kuptoj njeriu, arsyetoje. Sikurse e arsyetoj të smurin. Sikurse e arsyetoj të smurin. Sikurse e arsyetojmë adoleshentin. Për shembull, adoleshenti është kalon në një fazë të rrezikshme. Nëse nuk dëgjon. Atë duhet më sifo. Prind për shembull nganjëherë nuk e kuptojnë adoleshentin sa herë duke kaluar në një fazë të posaçme, ka nevojë për mirë kuptim.
Dhe ndodhin konflikt, baba dhe tash të uri, s'po ndëgjan, nuk ka që nuk po ndëgjan, po ndërë ti nuk po din me kërku për ti. Se kërkesa jote, kër i ka pas 5 vjet, nuk duhet të njëjtë e njëjtë si kërkesa kur ai ka bërë 10 vjet. Dhe nuk duhet të jetë kërkesë e njëjtë kur ai bën 15 vjet. Dhe nuk është e njëjtë kur i bën 25 vjet e ai ka fëmijë tash. Nuk ka kërkesë e njëjtë. Duhet ndryshon pak kërkesë. Po ndryshon Allah. Dhe kur kërkesa është e njëjtë, nëse ky ka ndryshuar shumë, kërkesa që deri ka qenë kërkesë prindore, tash më bëhet një diktaturë. Nuk e kupton ai këtë. Dhe mund të reflektojnë si rebelim. Nuk ka rebelim, mirë kuptoj njërin. Ka fazë, duke u pjek nga mbrana. Tash ai është një gjendje që mendon se është i pavarur. Mund t'ia del. Është i pjekur, nuk ka nevojë me mësuti. Ai kështu është duke u formu. Andaj, nëse e mirë kuptojmë adoleshentin, do të kemi sjellje të mirë me të, e mirë kuptojmë. Po nëse ne shikojmë nga këndi personal, na këtë fjalë nuk dëgjon askën, padyshim se vjet tek acarimi. Ne duhet që ta mirë kuptojmë ignorantin. Nuk den ai. Andaj Allah shikoi tha idha khatabumul jahilun, ignorantët. Ignorant këtu nuk është vetëm kuptim të qortimit dhe aspektit negativ. Po ignorant i pa informuar për ty. Ai nuk din kush je ti. Apo ai qëllimi këtu më thënot. Ky është një qëllim. Një qëllim i thënë. Një qëllim është i pa informuar. Ignorant për shembull apo. Ai krejt çka din për njerëz me mjekra është se bëj shpërthime. Nuk din asgjë. Po. Dhe i mbush me këtë informacion takohet me ty. E çfarë të mërmeni ai të bën me ty pasaj? Çfarë të mërmeni ai të me ty? Çfarë të mërmeni? Pa është ignorant Allah. Ignorant i mungon dija, i mungon informacioni. Ignorant nuk do të thotë njeriu që është ignorant nga çdo aspekt. E mund të jetë për shembull profesor doktor në laminë e kimisë dhe fizikës. Por mund të jetë ignorant në lidhje me figurën time. Në lidhje me figurën tënde. Dhe ne si musliman kemi nevojë që para se të reagojmë, para se të bimë në konflikt me njerëz, të punojmë që ta përmirësojmë figurën tonë të shëmtuar dhe të njollosur nga mediumet e ndryshme. Të punojmë ne praktikisht, që atë që ai e sheh në TV, mos ta sheh të vërtetuar tek unë. Si për shembull, në TV dikon TV tash. Jo gjithkon, ka përshtim, po dikon gazeta, dikon portal, dikon. Pa marr dikon. Po, ka kështu. Prezantohet djali me mjekër si arrogant. Të në arrogant. Dhe ai tash ka mundësi më taku me ty. Dhe thot një fjallë, si po të kështu? Qështë ka? Një me ka qështë që po të jëta? Që ka vërtit? Ndoshtë një reflektimi imi më thënë, ndoshtë edhe me të drejt, ma që është që jo, komunikimin reciprok, prej Ibadur Rahman zdo të ketë, me të tjerët. Jo veç nuk duhet ketë, po në qëse kemi bëjmë me ignorancë, apo, reagimi jonë mundë që të shkakton dëme në 2 drejtime, dhe mund të shkakton dobi në 2 drejtime. Sjellja jonë dhe komunikimi jonë me te e përcakton ka do të shkonaj. Në qoftë se ai nuk ka informacion të duhur për figurën time, e ka formuar një figurë tjetër që unë nuk jam unë ai, apo, dhe i themi është ignorant, ti nuk po më njeh mu kush jam unë. Dhe ai ty të njeh për arrogant. Dhe ai ty të njeh për shembull si person konfliktuaz, që me një futesh në konflikt, e kështu të njeh. Dhe reagimi jonë në provokimin e tij e vërteton këtë arrogancë dhe e vërteton këtë dëshirë për konflikt, atëra shkakton dëm në 2 drejtime. E para e mban të gjallë atë figurë dhe e forcon që e ka ditë për mua, dhe e dyta e mban në errësinë e ignorancës që pastaj ai me këtë ignorancë dëmton edhe muslimanin e radhës. Atëherë hoxh, më thënë ti vazhdon të këmbgulësh ke përgjegjësia që do të ketë besimtari me të cilësisë Ibadur Rahman, se jo vetëm një patjetër që mund bënë me, po edhe ndaj të tjerëve si musliman. Do nuk kanë përgjegjësi vetëm personale këto. Patjetër, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë el muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai musliman që janë të qetë, janë të sigurt, shpëtojnë muslimanët e tjerë nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Ky hadith zakonisht komentohet vetëm në një kahje. Po, kur ti bën padrejtësi ose flet ndaj muslimanëve dhe vllajt tënd. Ja, nuk ka vetëm kështu. Nuk ka vetëm kështu. Për shembull, komentohet që nuk duhet ti ta dëmtosh muslimanin tjetër me gjuhën tënde dhe me dorën tënde. Ja, nuk ka vetëm kështu. Po mundesh ti apo me dorën tënde ta dëmtosh dikën që ai për shkak se ti ke dëmtuar ti e mirë tjetër kujt të dëmtohet. Edhe kjo është
A janë të sigurt musliman nga dora ime? Jo në kuptim të drejtë, po dora ime, a prodhon siguri për muslimanët e tjerë, apo prodhon shqetësim? Unë me dorën time, a kam bërë dikun sherr Allah, që ai sherr pastaj është reflekton te muslimanët e tjerë. A janë të sigurt? Se ti mund të jesh në shtëpi. Mund të jesh në shtëpi ti. Ti s'ki kontakt me muslimanët e përrejt. Por muslimani me dorën e tij e ka rrahur dikën rrugë. Apo, dhe për shkak rrahja me dorë. Apo ka grushtuar dikën. Padrejtisht, një plakë ka grushtuar. Ka grushtuar një plakë, ka grushtuar punëtorën e tij, ka grushtuar gruan e tij fatkeqësisht. Për shembull, edhe është bërë çështje mediale. Dhe si pasojë e këtij grushtimi, dorës së tij, na shqetësohemi, nuk jemi më të sigurt, na akuzohemi. Po edhe kjo është hadith. Nuk ka vetëm grushtu mu, po edhe grushtimi dikën tjetër, që për shkak të këtij grushtimi, edhe on pastaj shqetësohem, nuk jam i sigurt, edhe kjo është hadith. Unë duhet të jem i sigurt nga dora e kudo që ti e ke dorën tënde. Jo të ndërtimin tim. Unë duhet të jem i sigurt nga gjuha jote, kudo që ti e përdor gjuhën tënde ti, jo vetëm ndërtimin mu. Po kudo që e përdor gjuhën tënde, unë duhet të jem i sigurt. Pra kjo është përgjegjësi e madhe. Se nëse veprimi jam, për atë thash, ti e mban një ignorancat, dhe ai pastaj çdo format që duket kështu e ka në kallëp të gatshëm. Kështu janë këta, e kanë provuar. Prandaj ignorant është, mëshiroje, barhamet, japi mundësi që të informohet kush je. Japi mundësi që ta largon ignorancën. Spaku ti jep mundësinë. A e largon ai pastaj? A zaventson me dije të vërtetë dhe me informata të sakta është problemi i tij. Por spaku ne tua japim një mundësinë që të na njohë ndryshe nga ajo që po u servohet, po u rrëzohet. Ti jemi ndryshe. Kjo është më rëndësi. Andaj kjo është kuptimi i parë. Khatabul ignorant, kush është ignorant? Ignorant njerëz që ju mungojnë informatat, njerëz të dezinformuar, njerëz të keq informuar. Këta janë për qëllim këto paspari. Dhe e dyta ignorant, njerëzit të cilët kanë kategori shumë më e rëndë se kategoria e parë. Ignorant në Islam është edhe njeriu i cili din çka është e mira, por vepron në të kundërt e dijes. Edhe kjo është ignorant. Edhe pse e din, po veprimi i tij, veprimi i tij është nga se sikur se kam në emisionin e kaluar më duket. Besimtari dhe njeriu gjykohet me reflektimin. Po, jo me atë që jo me atë. Për shembull, dikush mund të reflekton keq. Ne themi, ja, ai është ky e din. Çka bën punë ai që e din. Vepra e tij, a është vepër e atij që e din apo është vepra e atij që nuk e din? Vepra e tij është e atij që nuk e din. Andaj ky gjykohet në bazë të veprës, jo në bazë të dijes. Aha, dhe kjo. Andaj për këtë ka njerëz që ata e dinë se ti kush je, ose ata e dinë se keq çfarë të bën, po sillen me inat, me urrëtie, provokojnë konflikt. Edhe këtë besimtari me ta e ka një përgjigje. Ai që ka në fund të ajetit selama. Mirë, para se vi ke fjalën selama. Domethënë ne ajeti na thot një të sillemi si me atë që e di, si me atë që nuk e di. Mjafton që ai sillet sikur se nuk e di, në një do të sillemi. Nëse unë e di që ky hoxh do më provoko. Edhe di shumë mirë se kush jam unë. Atë njëjta fjalë do të vi, di themi selam dhe këtyre? Ajo selama ka orë pashquar që nuk kupton selama. Është gjuna me nekira. Është e pashquar që nuk kupton forma të ndryshme të paqes. Jo me çdo kënd njëjtë, ama rezultati është i njëjtë. Rezultati i njëjtë. Po, ama jo me çdo kënd njëjtë. Për shembull, kupton, me njeriu që është ignorant në mungesë të informatave, dallon paqja me të dhe komunikimi me të nga njeriu që nuk i mungojnë informatat, por i keq përdor për të shprehur lëv dhe urrëtie. Dallon situata. Për shembull, një shembull konkret të këtij dallimi. Nga dallimet e shumta që të komunikimit me selam. Po. Me ignorantin e mësojmë, i themi, dëgjoj. Ke dëgjuar më një vesh. Ke dëgjuar nga një burim. Le mu disa fjalë të ndëgjoj atë. Të them me dhënë. Sikur se i tha pejgamberi Utbe ibn Rabias. Apo tha ti e magjistar nëse të ka prek smunën atë paguajmë se kështu ndëgjoj pejgamberin. Ignorantaj. Dëgjojmë thën. Po, ndëgjoj deri në fund dëgjoj. Ndëgjoj deri në fund. I tha, në qoftë se i smur, do mbledhim para, të shërojmë, në qoftë se e ki për pushtet, ja bëjmë edhe kësaj disi, të bëjmë të parë në Mekës, në qoftë se e ki për epsh, për gra, të bëjmë gra sa du, shikoj në nëshmej pejgamberi, shikoj paramena, i tha në qoftë se e ke për, në nëshmej më kja. Dhe pejgamberi pa ndëgjon. Kur përfundoi tha, e fara këtë Abu Walid, ai përfundoi filan. Dhe shikoj Abu Walid, i tha Abu Walid, gjuhën arabe të thrasë njeriu me nofkën e tij familjare, baba, ka respekt. Me gjithë në çmimin që i bëri sa. E mërtej me respekt, o filan.
A përfundove po. Nderuar. Tha fesma idhen. Atë ndëgjoj tash pak meje. Ndëgjoj pak edhe me veshin tjetër. Shiko. Andaj shumë njerëz kanë ujë të ndëgjojnë me veshin tjetër. Shumë njerëz janë të dezinformuar sikur të cika. Andaj me këta duhet qet. Duhet që t'ua kërkojmë vëmendje për pak çaste, që t'ua sqarojmë për çka bëhet fjalë. Kush jemi ne? Dhe këtë t'ua sqarojmë edhe me fjalë, por edhe me praktikat tona. Madje, sikur që përmenda, më tepër duhet të jetë heshtrozi se në mënyrë të zëshme. Ecja jon që nuk kupton, ka po ecti, ka po punonti, me çka po mirësti. Se edhe kjo është një kuptim i ecjes, që kemi harruar më përmend. Ecja bëhet në drejtim të caktuar. Qëse unë eci në drejtim të kontributit për vendin tim, eci në drejtim të suksesit në mësimet e mia, eci në drejtim të edukimit të fëmijëve të mi, qëse unë eci në drejtim të biznesit tim për të kontribuar për vendin tim, kë eci jam është një reflektim i caktuar i pjekurisë time dhe i dëshirës së madhe që e kam për vendin tim. Dhe i dëshmi që unë jam kontribues. Dhe ec dhe i ignoranti në kuptim i pa informuari do të din kush jeti. Ndërsa ai që ka me inat, shkon me këshilla, duke i thënë se ti e din që nuk ka kështu. Apo, dhe kjo është tendencë e rrezikshme. Kjo nuk prodhon absolutisht unitet dhe harmoni në mesin tonë. Prandaj punojmë bashkërisht ta bëjmë këtë. Ose nganjëherë kërkon demaskim, në të heshtur, nuk do të thotë që ta ngritë zërin. Nga se, sikur që e kam përmendur disa nga mendimtarët, se ai që mbet pa argumente i kompenzon me ngritje zërit. Se njeriu që ka argumente, ka nevojë me ngritje zërin. Ai e përmend argumentin e prezanton. Absolutisht, kjo është argumenti jam. Ai mund të jetë edhe përzim i rënd për të, i vrazhd, po s'ka nevojë për ti. Mund të jetë ti je devijuar, i qet. Ti po ja thua çfarë është ai. Ti thua se ti po thua kështu kur ti je kështu. Ja çfarë ke bërë, ja çfarë ke bërë. Kjo nuk është bashkë sikur se i pari. Apo po dyshon, mirë po, edhe demaskimi mund të jetë nganjëherë formë kërkuar e paqes. Ka sa ai po don me këtë veprim ti më të fut në konflikt me shoqërinë. Më të fut në konflikt me rrethin tënd, apo. Dhe ti për ta siguruar këtë paqe me të tjerët, duhet të kesh një konflikt të pjesërisëm të natyrës së demaskimit me ata që doin me shkaktuar përçarje dhe luftë. Apo, edhe kjo është paqe. Është paqe për shkak se po sigurohet paqja me të. Po sigurohet mirëqenia dhe bashkëjetesa me të tjerët, edhe pse ndoshta mënyra se si unë po e ruaj këtë paqe mund të jetë me karakter deri dikun, mund të jetë me karakter të konfliktit në kuptim pozitiv, mund të jetë me karakter të demaskim, mund të jetë. Qase edhe lufta, muslimanët bëjnë luftë. Nuk do të thotë se kanë dalë nga ibadur Rahman. Apo, po pse bëjnë luftë? Për paqe, pikërisht jo për luftë. Muslimani nuk bën luftë për derxhak, nga se nuk është i jetur për gjakun. Muslimani bën luftë për paqen e vendit i vetëm. Muslimani bën luftë për paqe. Në momentin kur rrezikohet paqja, muslimani mobilizohet të lufton. Edhe atëherë është në paqe. Nga sa është kërkim të paqes. Të paqes. Mirë, Allah shpëlef ne shkputim pjesën e parë për të ardhur përsëri për të vazhduar ndoshta edhe në një kuptim tjetër të fjalës selam, që si mund të jetë, gjithmonë kemi kuptuar selam me thënë selam. Edhe u mbyll çështja. Allah ndroftohet. Vim pjesën e dytë. Ndërkohë miq, kthehemi në pjesën e dytë më njëherë mbas asaj shkputje të shkurtër. Ndërkohë miq, jemi kthyer përsëri në studio vazhduar bisedën në pjesën e dytë të emisionit ton Hoxh. Po flisim për fjalën selame. Çfarë? A ka në një mënyrë tjetër, masi tham, unë personalisht, ndoshta edhe shumë të tjerë, kur gjën fjalën selame, është vetëm edhe selam. Ai flet, ai çan, ai të ofendon, ashtu, selam. Edhe mos më marr me ta. Ose kjo ka qenë një nga ato kuptime ndoshta të gabuara tona, do të thotë që mos më merr me ignorantin, lëre ik. Ti the pak më përpara në pjesën e parë që jo, ti zot ta lësh. Ti thon dëgjoj, solli argumenti ku profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë, a më dëgjon tani? Më thon të dëgjova? Shumë është më rëndësi që ne si musliman me veprimet tona, me fjalët tona, madje edhe me reagimet tona të promovojmë paqe. Paqe në çfarë kuptimi? Të dëshirës që të kemi raporte të mira me njerëzit. Të kemi një lloj qetësie dhe rahatie. Nganjëherë për shembull mua më shqetëson mënyra se si muslimanët reagojnë përballë provokimeve në internet. Dhe kam thënë disa herë se vazhdueshmëti kjo. Po ti e din se kemi biseduar për këtë, dhe kemi përmendur për emisione disa herë.
kam përshtypjen se në qoftë se një vëzhgues i paanshëm përcjell debatet e zhvilluara në Facebook për një problem të caktuar për shembull, sikurse ishte çështja e zanit apo ishte çështja e fyrjes së një politikani që ja bëri muslimanëve, çka do qoftë ka problem. Po. Dhe ai do më shikon nga jashtë. Çfarë po ndodh? I panshëm. Po, i panshëm. Dëshiron që të zbulon karakterin e pjesëmarrësve në debat. Për shembull, psikolog, ndërkombëtar i njohur, sociolog, ku diun çfarë është, me profil të tij që duhet në këtë rast, dhe don me zbulu karakterin. Që ta njerëz që po përlahen mes vete. Çfarë karakteri kanë këta? Është e vërtetë se ai për shembull palën tjetër do ta cilëson si provokative, si palë të pandërgjetshme, si ofenduese, ofendon ndjenjat e shumicës, nuk po më intereson besimi çfarë bën me tjerët. Kur vjet tek pala muslimanëve. Unë mendoj, unë shpresoj kem gabim, nuk e di, po duke pas parasysh se i përcjellim deri dikun, çfarë po ndodh, po ndëgjojmë, nuk jemi të shkëputur tërësisht. Kam përshtypjen vëllai, kam përshtypjen, nuk e di, se do të thotë se këta si duket po gëzon kur pishon dikush. Ka se mezi po presin të po thotë se ta nuk kanë çka me bë. Që ka njerëz doon të pa qëllime në jetë, që ka njerëz pa ndonjë angazhim, pa ndonjë punë. Dhe mezi po pres dikush me isha, e tash na dulni punë, hyjëm tash ngritun e sulmani, kështu kam përshtypjen. Po thotë se na i gëzojmë konfliktet. Dhe mezi presim pothuajse nuk kemi mënyra të tjera si tua dëshmojmë të tjerëve, për shembull, faktorizimin tonë shoqëni. Ndikimin tonë që kemi, fuqinë tonë që kemi, organizimin që kemi, unitetin që kemi mes vetë. Nuk kemi si t'ia tregojmë të tjerëve, gjelozin për vetë që kemi. Për se kur na shon dikush. Dhe pothuajse jemi të etër për një fyrë të tillë, apo që ta tregojmë dikush se shoqëri që na shohit ose spatëm ç'më kallzona se kush jemi. A kupton? Nuk kemi nevojë për këtë. Nuk kemi nevojë të tregojmë të tjerëve se sa faktor jemi në Facebook kur na shon dikush. Le të bëjmë të faktorizuar në Facebook, në shoqëri ku do të me prezantimin e vlerave tona pa pas nevojë të kemi, për shembull, prezantim konfliktues me të tjerët. A në ky është kuptimi i selama, që ngjyrimi besimtarit nuk është konflikti, Allah. Ai nuk e kërkon konfliktin, ai nuk bëhet pjesë e konfliktit. Edhe kur reagon, reagimi i tij është paqësor. Ai kuptohet me ti se ai nuk po don konflikt. Ai po don paqe. Çdo reagimi i pejgamberit ose më është i tillë. Sallallahu alaihi wasallam. Të tjerët e nxitnin, e tërheqnin zvarr ka përreshja. Ikte, a nuk mbeti pa reaguar. Kjo është mjeshtria. Sa e provokuan munafikët në Medinë? Sa e kanë provokuar? Para mendo Allah çfarë i kanë bërë? Sa probleme ja kanë shkaktuar në Medinë? Dhe i vazhdimisht dërgonte mesazhe se nuk dua të jem konflikt me juve. Ka se kam punë tjera. Konflikti zakonisht harxhon dhe shpenzon energji të mëdha. Konflikti vëllëruar zakonisht bën që shumë projekte të fiken, tjera të vdesin. Të tjera të mbeten të paralizuara, shumë. Ndohen këto. Atëherë nuk më të gjithë energji. Nuk kam kohë, Allahone, nuk kam kohë. Ka njerëz që kanë kohë për si konflikte. Ne nuk kemi kohë. Andaj reagimi me selama është një dëshmi se jemi të zënë. Na fal, të zënë jemi. Kemi projekte tjera. Kemi punë tjera. Nuk kemi kohë marr me ty. Na fal, po nuk kemi një kohë luks që ta çdo kujt që flet diçka ne të çomë aty. Të reagojmë ndaj tyre. Jo, ndërnuar. Një njeri nali Ayub Sakhtianin. Ayub Sakhtiani djetari i madh. Një njeri nali në rrugë. Dhe i tha, unë desha të polemizoj pak me ty apo. Çfarë përfiton Ayub Sakhtiani nga polemika me një njeri? Çfarë përfiton? Dhe i tha, po veç ndale diellin. Dale që mos lëviz fare koha. Le të mbetet këtu po. Ma koha lëviz, po nuk kam kohë fare, nuk mundem. Jam i zënë, kam projekte tjera, nuk kam çfarë të bëj. Prandaj edhe kur të reagojmë për shkak të paqes në kuadrat e rrugës së projekteve. Por jo nga ne i harrojmë projektet tona, interesin dhe reagojmë edhe pse reagimi mund të dëmton projektet, mund të dëmton unitetin, mund të dëmton kohën, nuk prish punë, po ti kallëzojmë na aty kush jem na. Po pse duhet mi kallëzoj kush jem na Allahu? Pse duhet na aty të dëshmojmë? Pse? Sigurisht e ceka, pse duhet mi kallëzoj dikujt sa e du gruntimën?
Pse duhet mi kallzu dikujt unë se si unë kam të rregulluar çështën familjar? Pse duhet mi tregu dikujt? Nga njerëz fatkeqësisht arsyetohen pa nevojë. Arsyetohen pa nevojë. Për shembull, nga njerëz, për shembull, ka nevojë, kjo është normale valla. Mi tregu grua së tij se ku gjendet. Normale kjo punë, kjo s'është marrë. Ka nevojë mi tregu grua së tij se grua arrita në filan vani rahata që mos u mërzin rruga shkoj mirë. Po normale kjo punë, se njerëz jem. Nëse gruat nuk mërzit për po kush ka u mërzit Allah? Krahas nënës të tjera, po për këtë rast në rrafin bashkëtor. Normal është. Dhe ai tash është situatë që si mi ka tash shoqëri si mi lajmëru, fillon të arsyetohet. Ai këto gratë nuk lënë rahate këto, e fillon me fol për gruan e tij për t'u arsyetuar, për të ruajtur në fallë burrnie. Po ti pse ke nevojë këtu me kallzu se e burr Allah? Pse? Pse ke prun këtë nivel, e ke devalvu vlerën e burrnisë, e ke prun deri në këtë nivel për treguar se kështu kallzojnë si un burr. Po s'ka nevojë vëlla. S'ka nevojë. Unë e kallzoj të tregoj burrnin time. Unë e tregoj formin tim dikontet, nuk kam më të arsyetojm para askujt për këtë punë. Andaj as të tjerë nuk kam më të arsyetojm. Të tregoj se sa jam unë i fortë, sa jam në faktore, të tregojmë na se këtu jemi në autoktone. Pse më është medikan? Po pse më ka arsye vëlla? Andaj selama është një ngjyrim i rëndësishëm që duhet ta kemi. Se ne kemi agjendë caktuar. Nuk lejmë të na zhvendosë askush. Selama, në kuptim, agjenda ime është primare. A kuptove? Nuk lejoj që ti të më zhvendosësh nga agjenda ime, nga prekupimet e mia me provokimin tënd. Të lutem. Në qoftë se reagimi ndaj provokimit tënd i kontribon agjendës time dhe projektet mia, do e marrësh atë që meriton. Në qoftë se jo, injorosh tërësisht, po thos nuk ekziston. Tërësisht. Andaj, shiko sa detale Kurani ka injoruar. S'kan të rëndësishme vëllai, nuk kanë të rëndësishme. Një njeri në ditë më ndalë dhe me pyetje. Tha hoxha, kam një pyetje që nuk ka pas mundësi asnjë hoxh më përgjigjet. Dhe tash priste nga unë përgjigje. Po si unë, nëse asnjë hoxh s'ka pas mundësi, e pekon ta marrë di. Pasun ata nuk di. Tha, cila ka qenë pema që ka ngërë në Ademi alayhis salam? Pema, ka qenë pjeshk, dardh, mull. Po thash, Allahu e ka injoruar këtë informacion, ka që është tërësit i parëndësishëm. Dhe marrja me këtë është në llogaritë aso që është esenciale, apo se çfarë ndodhi kur e ngrëni pemën Ademi alayhis salam. Më rëndësishme kuptuna porosin e ndikimit të gjunahit në jetën tonë. Për një mëkat u dëbu nga xheneti. E çfarë xheneti kërkojmë na me qindra mëkate? Po kjo porosia. E në momentin kur ne mirremi me llojin e pemës dhe sa e kafshoi Ademi pemën, është në llogaritë asaj që është substanciale, reale, esenciale, ajo që është. Edhe këtu, në momentin kur na mirë me reagime vënë pa vën, apo ato në llogaritë asaj që është esenciale për mua dobishme. Njëjtë është, sikurse ai që pyet për pemën e Ademit alayhis salam, dhe nuk mirët me esencën e problemit, është një sikurse ato që reagojnë ndaj çdo kujt. Dhe pastaj reagime nga më ndryshmet. Sa më nënçmues, më i fortë. Sa më nënçmues je, aq më i pranishëm je edhe më aq më i pranuari. Po nuk ka ashtu të Allah. Ne nuk reagojmë me inat. Ne nuk reagojmë me urrejt dhe mlef. Ne reagojmë me argumente ose heshtim. Ne jemi popull, komunitet i argumenteve dhe i fakteve. Apo ne jemi njerëz e logjikës të arsyes. Ne nuk dim ndryshe. Andaj fjala selama është një shkurtesë e tërë kësaj. Selama, apo agjenda ime refuzon me reagimin tim. Logjika dhe arsyeja ime nuk më lejon që të mirem me ty e kështu me radhë nga shumë të tjera. Prandaj pothuajse selama është një shkurtesë e tërë asaj që un jam te. Dhe unë para se t'ia kujtoj atij kush jam, me fjalën selama ja kujtoj vetes time se kush jam. Dhe kjo selama më pengon mua që të reagoj. Dhe në fund që dua të them e që kjo është e para së gjithash, por e lam në fund për rëndësinë për shkak që të mbetet kjo e freskët. Selam është emri i Allahut azza wa jall. Apo selam është emri i Allahut xhallahu ala. Që këtu ne e përdorim selama. Duke i thënë se po të isha unë, apo të isha unë, do të kaloj të ndryshe. Por e rabbi Allahut azza wa jall. Unë kam shkel egon time. E kam shkel inatin tim, këti kam shkel për Allahun xhallahu ala. Nëse ai është i kënaqur me këtë reagim, mua nuk më bën problem. Subhanallahu.
Këtu e shpreh ato ibadur Rahman. Që ka ibad Rabb, apo po praktikisht pra dëshmon, jo vetëm kur on qef, jo vetëm kur on dëshirë, apo por edhe kur është në situatat më kritike, kur provokohet egoja e tij, kur këtu më shumë ti provokohet lojaliteti dikujt ndaj dikujt. Këtu më shumë ti provokohet. E këtu thot salama, e ngrit emrin e Allahu xhallahu ala, jam rob i këtij, andaj unë kështu reagoj. Përndryshe do të ishte reagim tjetër. Dhe këtë e kemi pranuar disa herë se reagimi besimtar duhet të jetë gjithmonë, jo vetëm reagimi, por veprimet e tij, angazhimet e tij, çdo gjë duhet të jetë duke ngritur flamurin i mirë të Allahut. Andaj kur na don dikush neve, na don si rob të Allahut, duke dashur Allahun, duke për shkak neve. Të bëjmë një shkaktar që njerëzit të adojnë Allahun. Të bëjmë një shkaktar që njerëzit të adojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur ti thua Allahun ka mësuar kështu, ai kupton sa bukur që nga kjo. Po edhe unë prapë du që të Allah që të pas kam mësuar ty kështu mësu. Unë po e du këtë dërguar që të kam mësuar ty kështu më usill. Andaj ne bëjmë shkaktar që njerëzit të adojnë Allahun, që njerëzit të adojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është misioni në këtë botë. Nuk është hakmarrja, o vëllai nderuar, nuk është reagimi, nuk është ndëshmim, nuk është përbuzja, nuk është triumfi individual, nuk është ngadhnimi personal imi, qëllimi jam jetë. Jo, të gjitha këto unë i shkeli, të gjitha këto marrin fund nëse në llogaritë të tërë kësaj duhet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtë rrob të Allahu xhalla xhelalu. Për të arsye themi selam atëherë. Po patjetër. Mirë, ndoshta më erdhi fundi, po ndoja në 2 minutën e fundit diçka me të quhet karta e komunikimit. Megjithëse po bënim fjalë, thatë që nëse bëjmë një studim psikolog do të bëjmë një studim në Facebook për një ngjarje që ndodha, për një reagim, një provokim i muslimanëve, nuk do të dëgjonim ato cilësi që ne dëgjonim ke profetët, ku thoshin falje, justifikim dhe përfshirje që ky është popullim. Por ne izolohemi, tregojmë cilësi të tjera. Do të mbyllim thënë me diçka me kartën e komunikimit. Një lloj përmbysje, përfshirëse. Po dhe tema e artit të komunikimit apo hartës së besimtarit për komunikim është ndoshta por është shumë e gjerë, është problem ta përkufizosh në 2-3 fjalë, por ndoshta do të kisha mundësi ta bëj këtë në momentin kur unë i referojmë fjalëve të Aishës radhiyallahu anha. E cila u pyet për sjelljen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe u pyet për komunikim me njerëzit, u pyet për moralin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, si është ai? Ai është një jetë gjëra Allah, është shumë e pasur, çfarë thua këtu? Çfarë thua nuk shterret kur ky burim. Sado që të flasësh për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këtë nuk shterret kur. Por ajo për kujtë duke thënë kana khuluquhu al-Quran. Tha lexoni Kur'anin e gjeni sjelljen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Kur'ani është ai që mund të quhet si një lloj zëdhënësi i besimtarëve për kushtin ata. Ama do të jemi shumë përgjithshëm po. Nëse i themi njerëzve, shikoj Kur'anin më një muaj, apo atëherë kjo është një garancë shumë e rrezikshme. Por nëse arrim të vim këtë nivel, që Kur'ani të dëshmon se kush jemi ne, nga këtu i kemi marrë mësimet, atëherë me të vërtetë jemi në një rrugë teje të ndryshme dhe me një perspektivë shumë të ndryshme si musliman për ta rikthyer përsëri besimin që e patën njerëz dikur tek ne. E patën edhe kur nuk na deshtën. E patën edhe kur nuk na besuan, por patën besim tek ne. Patën besim se po deshe vlera tek ta i gjen. Po deshe dashuri dhe respekt dhe unitet tek ta i gjen. Andaj dëshojmë që këta gishta të dëshmisë që dikur ishin të drejtuar ka musliman të kthehen përsëri, jo për shkak neve, po për shkak që përmes neve të duhet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëtosh. Allah të dasht. Allah të Allah të dash, Allah të ruaj. E mbyllim dhe këtë emision, ndoshta do të merrja nga fjalët e sotshme hoxh, komunikimi jon kur thatë që është Kurani, Kurani na ka mësuar me një ranë të cilëmi duke i falur, duke i justifikuar dhe duke u sjellë atyre një gjë përfshirë, thënë ata janë për ne, punojmë përsëri për ta. Allah ndërfat. Dor miq, qofshin kujdesin e Zotit, edhe sonte përfunduam, takojmë në emisionin e radhës. Deri atëherë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.